do të shkojmë pak me Ariola Asanajn. Aida, të përshëndes, si që përmëndë dhe ti, java e pare... Ariola, atje deti duket vaj, në një të sep që në artë tani në vëmëndje, besoj në Vlorë, janë larë dje, do të lahen sot. Edhe pse temperaturat nuk janë tipike të stinës të verës, ditët me diell, kanë nxitur qytetarët, por edhe turistët e shumë të zgjedhin në qytetin e Vlorës për të kaluar fundjavën. Shëtitoria kryesore e qytetit, kjo e Lungomares, është populluar nga njerëz duke krijuar një atmosferë në fakt që i ngjan shumë stinës të verës. Gjithashtu dhe fluksi i lartë i mjeteve që e ka shoqëruar Vlorën këtë fundjavë ka reflektuar edhe në qarkullimin rrugor, duke krijuar trafik të rrotulluar si në akset kryesore të qytetit, por edhe në akset që lidhin qytetin e Vlorës me qytetet e tjera. Qindra automjete janë drejtuar në fakt jo vetëm qytetit të Vlorës, por edhe fshatrave turistik të jugut të vendit. Qyteti i Vlorës duket që në fakt në krahasim edhe me dimrin është gjallëruar duke sjellë rritje të dukshme të numrit të vizitorëve, duke paralajmëruar edhe për një sezon turistik që pritet të nisi më herët në fakt se sa vitet e tjera. Të gjitha ata që kanë betë në trafik, i kanë rënë Vlorës mes për mes, në kushte tjera, kur e din pikun e sezonit, i bin anash dhe ikin nga Vlora për shkak të këtij trafiku. Dhe kur ky sinjal na vjen pikërisht në këtë ditë, imagjino se çfarë do të ndodhë në pikun e sezonit hallësht. Realisht është një shqetësim i madh për cilën unë uroj shumë që autoritetet të marrin masë. Ai për te kësaj, çfarë thon tur operatorët? A janë ata të kënaqur me prenotimet? I kanë patur prenotimet e hershme pikërisht për këto ditë të festave, për besnikët, për ata që realisht e duan, e ndjejnë pra Vlorën? Në fakt, tur operatorët në Vlorë kanë konfirmuar një rritje të ndjeshme të prenotimeve për sezonin veror. Krahas tyre, krahasuar edhe me si në këtë kohë në vitin e kaluar, prenotimet janë rritur sipas tur operatorëve me 10 deri në 15%. Sigurisht, kjo lidhet edhe me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, të cilat kanë ndikuar në ndryshimin e destinacioneve turistike. Në fakt, në fillim ka pasur shumë anullime prenotimesh nga turistët izraelit, por duket se kjo u zëvendësua me turistët që kishin planifikuar të udhëtonin Dubain ose edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët kanë anulluar prenotimet për të shkuar atje dhe janë orientuar drejt vendeve më të sigurta. Gjithashtu, një faktor tjetër sipas tur operatorëve që ka tërhequr turistët europian është rritja e çmimit të naftës, duke bërë edhe shtrejtësimin e biletave të avionit dhe duke bërë turistët europian të zgjedhin Shqipërinë si një nga destinacionet më ekonomike. Duket se kombinimi i këtyre, pra i çmimeve më ekonomike, si edhe sigurisë, por edhe bukurisë që të ofron qyteti Vlorës, e kanë kthyer Vlorën një nga destinacionet më të preferuara për këtë sezon. Tani, ju vizituan shqiptarët apo patëm edhe turistë të huaj gjatë këtyre ditëve edhe sot, se sot është ditë pushimi, besoj njëjta panoramë do të jetë me këtë motë të mirë për gjithë ata që kanë mundësinë, pse jo? Patjetër kanë qenë shqiptarë të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por ajo çka vije i re, numri më i lartë i turistëve ishte atyre europian, të ardhur nga kryesisht nga shtete të cilat janë të besimit të krishterët, duke qenë se festonin edhe festën e Pashkëve ditën e dieshme, por ka pasur edhe turistë që vinin nga vende më të larta, siç është Amerika, edhe vendet e tjera të besimit të krishterët. Tani, Ariola, është e pastër Vlora? Si e kanë zgjidhur? Se unë mbaj mend dhe e kam shumë qartë edhe nga bisedat që ne kemi zhvilluar së bashku apo me tur operatorët atje, përfaqësues të shoqatave etj. Ata i pastrojnë vetë. Po bënë një gjë bashkia për këtë pjesën që nuk është territori bizneseve private që do duhet që t'jenë në lartësinë e duhur për shkak konkurrencës? Ka ndonjë angazhim për ta mbajtur Vlorën pastër? Duket se me nisjen e sezonit veror, nis edhe pastrimi më intensiv i qytetit të Vlorës. Ka nisur kështu i tillë, por duke u bazuar edhe nga eksperiencat e viteve të kaluara, ndodhin çedime gjatë sezonit veror.
E qartë, Ariola, po shikoj sërish të pamjet në Vlorë, në fakt, nga lajme që ke sjellë ti, her pas here, edhe në janar janë larë njerëzit atje, po nuk e di ka të bëj me sjelljen vlonjata apo të vizitorëve, po jam e sigur që sot dhe dje do të keni patur më shumë, pra nga ta që jo vetëm janë zhveshur kanë dalë me rroba banjo, por edhe mund të jenë futur në ujë, sepse shikoj detin që nuk ka asnjë lloj rreziku, ne duhet pra me një valizim të lehtë, relaksues, shikoj pastaj që as erë nuk ka, që është çështja kryesore, dhe temperaturat relativisht janë të larta ashtu sikurse na ishte parashikuar edhe nga IGEOM, kështu që mbetet vetëm për t'i bërë pak reklam, sikurse të po ndodh Vlorës për gjithë ata që kanë mundësinë, edhe që s'kan shkuar ende mund ta vizitojnë se jemi ende në orët e para të ditës. Çmimet i kanë rritur apo se vlonjatët shuhen për këtë, ka patur akuza që abuzojnë çik, sepse kanë edhe standardin e lartë në oferta apo në kuzhinë e të tjerë, apo s'flitet për këtë akoma? Ndodh zakonisht në sezonin e Vlorës që edhe të përfitojnë operatorët turistik me rritjen e çmimeve, por jemi ende në fillim, çmimet janë akoma ato që kanë qenë gjatë sezonit të dimrit, po sigurisht që pritet rritje më e lartë e çmimeve, sidomos në jug të vendit, në zonën e Imarës, ku është edhe zona më e shtrenjtë në gjithë qarkun e Vlorës. Faleminderit, Ariola. Të përshëndes. Faleminderit juve.